Me qenë se Bleranda tregoj një histori shumë të lezetshme, po tregoj dhe unë diçka fare të vogël. Isha, e kam tani këtu, ishim dje duke shpërndarë fletushka mu mra përsi për një pallat këtu me këto parafabrikatet. Dhe në katin e fundit ishte zotëri në balkon me shikimin për nga fusha Lidemit ku jemi sot. Zotëria me të mbarë mua tha çana ke sjell në lek. Unë thash, jo, një fletushk për një takim nga lëvizja bashkë, si një lëvizje që është ndoshta lëvizja sot. E shpresojmë edhe për darme lëvizja që mund të japi një shpresë që edhe në këtë vend mund të kemi ndryshime. Megjithatë, i thash zotërisë që kemi takimin sot, dhe më pyet i tha fusha Lidemit ku është, ndërkohë që shikimin e kishte për nga fusha Lidemit. I thash ja, kjo fusha e vogël që ka ngel tu ndoshta nga fushat e pakta që ka ngel Tiranë. Shpresoj mos na marrin dhe këtë, me qenë se Arlindi përmendi që këtu po ndërtohet dhe një kull, e shohim gjithë. Shpresojmë ta ndalojmë këtë lloj shprenimi që po bëhet me Tiranën, po ndoshta edhe me gjithë Shqipërinë. Unë ju falenderoj shumë që jemi këtu dhe nuk e di. Bravo! Jepeni në ndërtim.